Pas më shumë se 100 konsultimesh, Bashkia e Tiranës ka bërë prezantimin për mbylljes të planit të përgjithshëm vendor, i cili do të kalojë për miratim në Këshillin Bashkiak në nëntor. Sipas këtij plani, Tirana do të ketë shtet qendra policentrike, një pyll orbital që e rrethon atë, 3 herë më shumë gjelbërim, si dhe 5 unaza. 2 unazat të dytën dhe të katërtën, që tashmë i kemi gjurmuar në qytet, me fokus transportin publik, vetëm autobuset, bicikletat, këmbësorët, njerëz si dje të maratonës. Sa i takon ndërtimeve, ato do të jenë të larta për të krijuar kështu më shumë hapësira publike. Jam gati të hartoj një formulë ku më mirë shko sipër dhe na liro tokë, ku të lozin fëmijët, ku të mbjellin pemë, ku të kemi hapësira të gjelbërta, pa ta mohuar të drejtën tënde kushtetuese të zhvillosh pronën tënde, por dhe pa i mohuar qytetit, hapësira publike që në fund të fundit nuk është infinite, është e fundme, është finite. Plani i ri urbanistik parashikon edhe përcaktimin e zonave industriale dhe rezidenciale, duke krijuar edhe rrugët tregtare. Nuk do të mbeten jashtë vëmendjes edhe vilat e qendrat historike përreth qytetit. Fuqizimi i sektorit bujqësor është një nga 13 pikat strategjike të planit urbanistik.